pra rindërtimi i Tiranës në ato vite u bë në mënyrë shumë të matur. Pse të matur? Sepse mbreti Zog dhe burokracia e kohës vendosën që këtë pjesën e vjetër qytetit, pra pjesën otomane themin të qytetit Tiranës, vendosën që mos ta preknin dhe ndërtonin në zona kryesisht që ishin bosh. Pra ndërtonin një qytet. Tiranën e re. Tiranën e re, ndërtonin një qytet të ri pa prekur të vjetrën. Pra, sepse ata arkitektët italian, që ishin njerëz shumë kualifikuar në fushën e tyre, kanë arkitektët më të mirë të kohës, ata ishin që për një ndërthurje të kulturave. Madje kjo ndërthurje e kulturave ka vazhduar deri vonë në Tiranë, pastaj fillon periudha e komunizmit që të shkatërrohet, pra kjo prishja e Tiranës vjetër themin e të kulturës orientale dhe të zëvendësohej me arkitekturë sovjetike apo etj. Pikërisht sepse komunizmi ishte një regjim i cili ishte sa kundër, po themi, trashëgimisë kulturore, sa kundër orientalizmit anadollak, aq edhe kundër oksidentalizmit imperialist në një farë. Po. Çfarë ndërthoi ose cila ishte po themi oferta dhe filozofia e një regjimi që ishte kundër gjithçkaje? Sigurisht ata ishin në radhë parë kundra të vjetrës, në thojza. Pra çdo gjë është e vjetër, ne duhet ta sa ta luftuan çdo sjellje, po themi, oksidentale. Pra e pan çdo sjellje borgjeze, ndoshta një veshje, ndoshta një qethje, ndoshta një dukje, edhe për ata ishte sigurisht ata kishin referencë botën komuniste dhe kryesisht Bashkimi Sovjetik dhe shtetet e tjera lindore slave. Pra ata ishin kundër Oksidentit, sepse slavët në përgjithësi, pavarësisht se ishin kamufluar në atë petkun e kopertinën e komunizmit, po kishin kulturën e vet, identitetin e vet kombëtar, kulturor, edhe në arkitekturë, edhe në përditshmëri e tjerë. Dhe komunizmi nuk është se mori si referencë botën, siç e thatë oksidentale ose Europën, por mori botën e Bashkimit Sovjetik dhe botën slave kryesisht. Ne po shikojmë arkitektura e këtyre viteve shumë uniforme, pra shumë e ftohtë, shumë e akullt, tipike lindore, një arkitekturë pa shpirt, pra që nuk flet, shumë e akullt për mendimin tim, shumë uniforme. Edhe sot ky kontrasti duket edhe në Tiranën e sotme, madje i këtyre objekteve që janë ndërtuar gjatë asaj periudhe. Pra nuk është se morën arkitekturën më të mirë europiane dhe zëvendësuan këtë orientalen. Përkundërzi, ato prishin dhe orientalen, por edhe pse edhe një pjesë e arkitekturës që kishte ngelur nga vitet 20-30 dhe u përpoqën ta zëvendësonin me arkitekturë që kishte si referencë kryesisht Bashkimin Sovjetik dhe botën slave. Mund të themi që dëmi që është bërë në ato vite është jashtëzakonshëm, i pambatshëm në aspektin material, sepse ne e dimë që një pjesë e objekteve që ishin ndërtuar qoftë para 12-s, por edhe në periudhën e mbretërisë u prishën për të zëvendësuar me objekte tjera. Pra ka bën një dëm pa llogaritshëm. Mjafton të përmendim vetëm numrin e xhamive që u shkatruan, xhamive vjetra, sepse ka pasur me qindra xhami që janë prishur, por një numër i vogël i tyre i përkiste xhamive që kishin vlera muzeale të mirëfjellta.